Si të shmangësh gabimet më të zakonshme në vendin të parë të punës apo praktikës, vetëm në këtë episod të Star. Menaxherët tuaj me shumë gjas nuk i përkasin gjeneratës suaj Z, pra janë mbi 30 vjeç. Do të zbulojmë çfarë nuk e durojnë dot dhe çfarë presin nga ju. Dhe nëse nuk e zotroni këtë gjë, atëherë mund të kundërshtoj ngritjen në detyrë dhe ndoshta edhe vetë vendin e punës. Plot 75% e menaxherëve kanë thënë se nuk u pëlqen të punsojnë Gen Z për 3 arsye. Le të shqyrtojmë edhe le të hedhim poshtë edhe mitet. Mungesë motivimi. Menaxherët presin që të rinjt të jenë si Superman. Jo të dini gjithçka, po të bëni përpjekje shtesë, energji dhe tregoni që ju intereson puna. Pse? Sepse ju jeni të rinj, plot energji dhe sapo hyni në lojë, për të ecur përpara, ju duhet më shumë trajnim, më shumë përkushtim edhe më shumë përpjekje. Imagjinoni sportin, mund të jesh talenti më i madh, por nëse në fushë nuk jep 110%, nuk tregon vullnet edhe luftë, trajneri shumë shpejt do t'ju çojë në stol, ose të jep një karton të kuq. Por mbani mend, motivimi nuk vjen vetëm nga jashtë. Nëse gjeni vetë një arsye për një punë, është e rëndësishme për ju, përvoja, aftësitë e reja, kontaktet, fusha e punës, do ta përballoni edhe më lehtë atë që është dhe e lodhshme. Mendojnë se Gen Z ka aftësi të dobta komunikimi. Gjeneratat më të vjetra duan komunikim të drejtë për drejtë edhe të shpejtë. Nëse dikush ju dërgon një email, mesazh apo ju jep një detyrë, kjo do të thotë më duhet një përgjigje e shpejtë. Vonesa në feedback, injorimi, lirënjasin është e barabartë me frustrim. Është shumë e thjeshtë. Por edhe ju keni të drejtë të kërkoni shpjegime shtesë. Shembuj, kontekst. Feedbacku nuk është vetëm një kritik, por është një mjet për të mësuar më shpejt. Mungesë profesionalizmi. Okej, kjo të gëllon pak e ndërlikuar dhe e përgjithshme, por çfarë do të thotë konkretisht? Ja një listë vërejtjesh dhe si t'i shmangni ato. Organizimi dhe fokusi. Edhe pse jeni fillestar, pritet të dorëzoni në kohë detyrat tuaja. Përdorni Google Calendar, lista me to-do, shënime, por krijoni një sistem për detyrat edhe për afatet. Të qeni të informuar. Menaxherët e vlerësojnë shumë kur dini çfarë po ndodh në industri, tek të konkurrentët, por dhe me trendet. Bëni një tip mini Wikipedia dhe tregoni që jeni të besueshëm edhe të vlefshëm. Privatja, krahasim me punën. Bota e punës nuk është terapi dhe as gjimnaz. Askush nuk ka interes sa shumë keni fjetur apo cilin seri po shihni. Puna është punë. Jeta private është jetë private. Sorry. Puna në presion. Shkolla e vjetër thotë se të rinj duhet hedhur në zjarr, por ndonjëherë kjo do të jetë e vështirë. Por kjo është mënyra për të mësuar më shpejt. Respekti ndaj përvojës. Menaxheri ka më shumë dije dhe pret respekt. Në vend që të garoni me unë i di të gjitha, gjeni një mentor edhe mësoni. Kjo ju sjell pikë pozitive. Modestia krahasimisht me arrogancën. Ambicia është shumë e mirë, por nëse mendon që je më i mençuri, nuk do të zhvillohesh dhe do të bëhesh toksik për ambientin, ashtu dhe problematik. Modestia nuk është dobësi. Gabimet janë normale. Edhe menaxherët i kanë bërë. Por nëse bëhet i njëjti gabim 2 herë, do të thotë që ose nuk të intereson, ose që nuk po mëson dot. Të dyja këto janë flamuj të kuq. Prandaj, gjithmonë pyet për sqarime apo kërko shembuj shtesë. Përgjegjësia. Minusi më i madh është kur ja hedh fajin të tjerëve ose arsyetohesh pafund vetëm për të mos dalë fajtor. Kjo nuk ka rëndësi. Nëse vonohesh në një event, nuk ka rëndësi pse ka pasur trafik. Rëndësi ka që ti nuk ke qenë aty në kohë. Pranoje edhe ec përpara. Dhe herën tjetër, shko më herët. Megjithatë, duhet mbani mend. Edhe kompanitë kanë detyrim të japin detyra të qarta, si procedura e onboarding edhe mbështetje bazë. Kjo nuk është babysitting, por është një praktikë normale dhe ju keni të drejtë që ta kërkoni këtë. Statistikat thonë që Gen Z kërkon më shumë vëmendje dhe pret kujdes shtesë, por bota e punës nuk ka kohë për babysitting dhe realisht as nuk ju duhet. Sepse keni një avantazh të madh. Jeni më të mirët me mjetet digjitale. AI, rrjetet sociale dhe ndjekjen e trendeve të reja. Kjo mund të jetë superfuqia juaj për të impresionuar kompaninë. Megjithatë, është shumë në rregull nëse ju vendosni kufi të shëndetshëm dhe jeni të kujdesshëm për veten dhe shëndetin tuaj mendor.
Biseda dhe feedbacku i sinqert me menaxherin ose personin e HR-it është totalisht normale. Është fakt që jo të gjitha kompanitë janë ambiente të shëndetshme. Ndaj, zgjidhni me objektivitet. Nëse nuk mund të përshtateni ose stresi është vazhdimisht shumë i lartë, gjeni një ambient që ju përshtatet më shumë. Ndoshta gjitha gjëra po ju duken si putallalliqe, ose janë shumë të repta, ose shumë të tmerrshme. Por, është më mirë t'i dini këto paraprakisht që të përgatiteni, sepse bota e tregut të punës ende funksionon kështu. Në fund të ditës, njohuritë, aftësitë dhe përshtatshmëria juaj do t'ju çojnë më afër suksesit. Aty janë këshillat dhe episodet tona të Star për t'ju ndihmuar. Suksese dhe vetëm përpara.